Fajtuesi I gjaqeve Gjin Marku ka folur lidhur me sagën e gjakmarrjes mes fisit Kaza dhe Gjini, ku viktima më e fundit ishte 57 vjeçari Pjetër Kaza, I cili u vra ditën e djeshme në Tale të Lezhës. Marku ja faturoi situatën shtetit dhe politikanëve, duke I akuzuar se e kanë mbajtur vendin në një tranzicion të gjatë dhe të vështirë. Sipas tij, fiset Kaza dhe Gjini janë familje tradicionale të mirëditës dhe të mira, por për shkak të tranzicionit të vështirë, sistemi nuk ka arritur të shmang këto probleme për shoqërinë shqiptare. Ai dha si shembull periudhën e sistemit komunist, u tha se u shmang gjakmarrja mes fiseve. I shprengu shëllimet familjes Kaza. Janë familje dhe miq, jo vetëm të mi, por edhe të gjithë mirëditorëve. Janë familje shumë e mirë dhe të njohura tradicionalisht në Mirdit, po ashtu edhe familja Gjini. Në Mirdit kemi 3-4 fiset që kanë qenë familje të më të mira, por fatkeqësisht ata nuk I ka vrar hakmarrja dhe gjakmarrja, por ky sistem dhe ky tranzicion I rrezikshëm për shoqërinë shqiptare. Nuk mund të themi se është hakmarrja apo gjakmarrja ajo që prevalon në këtë rast, por mungesa e përgjegjësisë së shtetit dhe institucioneve, të cilat kanë detyrën kryesore të rregullojnë jetën e shoqërisë, siç populli ëndërron dhe paguan për këtë. Në sistemin komunist njerëzit nuk lejohej të vriteshin, ndërsa tani në këtë tranzicion të dëshpëruar dhe rrënues për shoqërinë shqiptare, janë shfaqur këto probleme të mëdha. Ne kemi qenë institucioni I vetëm që kemi luftuar me mishe shpirt për të qenë pranë dhimbjes dhe pajtimit të palëve. Lufta me traditën dhe zakonet betet një betejë humbur. Zakonet nuk kanë qenë asnjëherë të këqija, por një mjet I popujve që I kanë ndjekur dhe bazuar, por në këtë tranzicion kemi papërgjegjshmërinë atyre që duhet I kenë dalë zot vendit, të cilët nuk e kanë bërë dot komunikimin me shoqërinë, sepse u ka interesuar pushteti dhe jo rregullimi I jetës së qytetarëve. Familjet në të cilat fatkeqësisht nuk ndalen, beten në dhimbjen dhe respektin e gjithë mirëditorëve, tha Gjin Marku.